Gjatë gjysmës së parë të vitit 2025, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka përballuar një val në rritje ankesash nga qytetarët shqiptar. Janë regjistruar gjithsej 152 ankesa individuale, të cilat kanë prodhuar hetime ndaj 226 punonjësve të policisë në të gjithë vendin. Këto të dhëna përbën një tregues të rëndësishëm të raportit mes qytetarëve dhe forcave të rendit, duke vënë në dukje sfidat me të cilat përballen institucionet që merren me ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Hetimet kanë përfshirë një spektër të gjë punonjësish të policisë, që nga punonjës të zakonshëm e deri te drejtues të lartë, përfshirë edhe njësi të specializuara, siç janë njësitë e njohura si shigjetat. Në total janë hetuar 28 punonjës të këtyre njësive speciale, vetëm për 10 raste të referuara, gjë që ngrej pikpyetje mbi etikën dhe profesionalizmin në operacionet e tyre. Disa prej tyre kanë qenë drejtues, ndërsa pjesa më e madhe janë efektiv të nivelit zbatues. Nga ana tjetër, janë marrë në shërtim edhe raste që përfshin punonjës të policisë civile, konkretisht 3 raste të veçuara, të cilat janë në faza të ndryshme të hetimit nga autoritetet përkatëse. Procesi ndjekjes së ankesave fillon me regjistrimin e tyre nga AMP, ndjekur nga faza e verifikimit ku analizohen provat materiale dhe dëshmitë e mundshme. Nëse verifikohet baza ligjore e ankesës, kalohen në hetim të thelluar edhe në disa raste çështja referohet prokurorisë. Ky proces ka për qëllim sigurimin e përgjegjshmërisë brenda strukturave të rendit dhe rikthimin e besimit të qytetarëve tek institucionet që duhet t'i mbrojnë ata. Ndonse mungojnë statistika të hollësishme krahasuese me vitet të mëparshme, rritja e numrit të ankesave dhe hetimet përbën një tregues të dyfishtë. Nga njëra anë ka rritje të ndërgjegjësimit qytetar dhe guximit për të raportuar sjellje të pahishme, nga ana tjetër tregon një sistem që ende ka boshllëqe me funksionim dhe mbikëqyrje efektive. Rritja e ankesave është një sinjal për AMP-n që të punojë më shumë në drejtim të transparencës, profesionalizmit dhe ndëshkimit të shkeljeve kur ato ndodhin. Një institucion i fortë i mbikëqyrjes është thelbësor për një polici funksionale dhe demokratike. Sistemi aktual i ankesave ka nevojë për përmirësim në disa drejtime. Së pari duhet të ketë një transparencë më të madhe institucionale për ecurinë e hetimeve. Së dyti, qytetarët duhet të ndihen të mbrojtur kur bëjnë një ankesë, pa frikën e ndëshkimit apo mosmarrjen seriozisht. Së treti, policët duhet të trajtohen më mirë për të përballuar situata të vështira, pa u përfshirë në akte të palishme apo të dëmshëm për qytetarë. Roli i kulturës organizative brenda policisë së shtetit nuk mund të anashkalohet. Një kulturë që toleron ose ignoron sjelljet e pahishme përbën një rrezik për sistemin e drejtësisë dhe shoqërinë në tërësi. Prandaj, forcimi një etike profesionale dhe krijimi një ambienti ku sjellja e mirë vlerësohet dhe shpërblehet, duhet të jetë në qendër të reformave institucionale. Në përfundim, hetimet ndaj 226 punonjësve të policisë dhe 152 ankesa nga qytetarët gjatë gjysmës së parë të vitit 2025 janë tregues i qartë i një sistemi që po përpiqet të reformohet, por që ende përballet me sfida të mëdha.